E pra të dashur miqtë e mi, tani pranë jush do të vi me një histori të rëndë dashurie. Një histori që në fakt mua më ka përlotur teksa po e lexoja dhe vendosa që ta ndaj me ju. Janë fjalët e një vajze e cila dashuron pa kushte, e cila dashuron vërtet, e cila dashuron me gjithë qënjen e saj në këtë botë ku fatkeqësisht dashuria me qënjen ka përfunduar. Por, çfarë është duke marrë kjo vajzë bumerang nga kjo dashuri? Atë që po merr është mos pajtimi i familjes së djalit për ta marrë këtë vajzën si nuse, sepse sipas tyre kjo është vajzë që punon në lokalet e natës dhe nuk është e duhura për të vazhduar i biri jetën e tyre. Ajo ka lënë një letër, një shkrim që dëshiron ta ndan me të gjithë ju, por edhe një mesazh kundërdrejt kësaj familje. Dua të mbetem anonime, jo sepse kam turp nga vetja, por sepse historia që do të tregoj nuk është vetëm e imja. Është historia e shumë vajzave që punojnë, që sakrifikojnë, që duan me shpirt, por që ndahen nga paragjykimet e botës. Është një histori dhimbje, por edhe force. Një histori dashurie, por edhe zhgënjimi. Një histori që më ka ndryshuar mua për gjithmonë. Ishte një ditë e zakonshme pune. Unë punoja në një kafe të thjesht, një prej atyre vendeve ku njerëzit hyjnë e dalin pa të vënë re. Por ai më pa që në ditën e parë. Mbante gjithmonë të njëjtën kafe në dorë, ekspres të fortë dhe pa sheqer. Nuk fliste shumë, vetëm përshëndeste me buzëqeshje të lehtë. Buzëqeshje që në fillim nuk ja vura re, derisa një ditë ai mua afrua dhe më tha: "Nuk e di pse, por më duket sikur kjo kafe bëhet më e mirë vetëm kur ma sjell ti." Unë u skuqa. Nuk isha mësuar me komplimente që më vinin me sinqeritet. Shumica e njerëzve vinë në kafe dhe të komentojnë fytyrën, trupin, rrobat, por ai më fliste me shumë respekt, me shumë butësi. Dhe kështu nisi gjithçka. Filluan të zgjasnin bisedat, pastaj filluan të prisnin takimet tona të shkurtra çdo mëngjes. Ai qëndronte më gjatë, porositke dhe ndonjë gotë ujë vetëm që të mos largohej shpejt. Por një ditë më tha: "Dua të di më shumë për ty. Për te i banakut." Dhe aty filloi historia jonë e dashurisë. Takimet tona nuk ishin luksoze. Nuk shkonim në hotele apo restorante të shtrenjta. Shëtisnim, flisnim për orë të tëra, qeshnim me gjëra të vogla. Ai më jepte një ndjenjë që nuk e kisha ndjer kur, ndjenjën e sigurisë. Ai ishte shtëpia ime në një botë ku gjithçka rrotullohej shpejt. Më fliste për planet e tij, për ëndrat e tij, më fliste për vështirësitë e jetës së tij. E unë i tregoja gjithçka edhe pse unë nuk kam pasur një jetë të lehtë. Familja ime ishte e thjeshtë. Ne jemi mësuar të punojmë. S'kemi pasur kur luks, por gjithmonë kemi mbajtur kokën lart. Unë punoja që 17 vjeç për të ndihmuar shtëpinë e nuk turprohem për këtë. Përkundrazi jam e lumtur. Por dikush tjetër në këtë mes turprohej. Familja ime pyeti ku punon. Ushtanga. Nuk më kishte interesuar kur çtonin të tjerët, por zëri i tij më dha një parandjenjë të keqe. Ai u lisyte dhe vazhdoi: "S'di si t'ua them, por nuk u pëlqen fakti që ti punon nëpër kafe." Unë ndjeva sikur dikush më goditi në stomak. "Pse?" E pyeta unë pse. "Nuk e di, thonë se vajzat që punojnë në kafe janë..." E kupton edhe vetë. Ato fjalë mua më pren shpirtin. Jo sepse më fyen mua, por sepse kuptova se çfarë mentaliteti përballja. Ata nuk e dinin kush jam, nuk e dinin sa herë zgjohem, nuk e dinin se sa kam sakrifikuar, nuk e dinin sa shumë e dua punën time. Ata shihnin vetëm një paragjykim.
Por ai mua më siguroi, mos u mërzit, s'ka njeri që mund të ndikoj tek unë. E besova, sepse ai ishte i sinqert, ai donte të luftonte, e unë nuk doja që ta humbisja, por historia ndryshoi. Ditët kaloni dhe ai filloi që të bëhej i heshtur, i largët, i hutuar. Familja e tij filloi ta mbyste me fjalë, me kërkesa, me presione. Zgjidh ne apo atë. Mos e turpëro familjen. Si do dukemi ne në lagje? Ajo nuk është e denjë për ty. Imagjinoni njerëz që nuk më kanë parë kur, vendosin për jetën time. Ai mundohej të rezistonte, por e shihja që po vuante. Çdo herë që më takonte, fytyra e tij ishte më e lodhur. Një pasdite ai erdhi i thyer, pa fjalë, i ulur përballë meje me duar që i dridheshin, edhe duke më thënë: "Nuk e përballoj dot më, nuk munde më." Ajo fjali më vrau. Më vdiq diçka brenda meje. Ai më tregoi gjithçka, presionin, debatet, sharjet, ulërimat. Më tregoi se familja e tij ishte gati ta përjashtonte vetëm që të ndahej nga unë. E unë, një vajzë që nuk kërkova asnjë gjë, u bëra problemi i tyre më i madh. Ditën kur u nda nga unë, qielli ishte i vrenjtur, sikur edhe Zoti e dinte se çfarë po ndodhte. Ai më shikoi në sy, por sytë e tij nuk ishin të njëjtë, ishin bosh, ishin të mundur. Po më zhduket jeta, më tha, por nuk kam zgjidhje, më tha. U afrova, e kapa në fytyrë, i fshiva lotët, sepse po qante si një fëmijë. Nuk kishte forcën, nuk kishte guximin, nuk kishte zgjedhjen. Edhe i thash, mos më lër, ja bëra me zë dritur këtë. Folu, lufto, mbroje dashurinë tonë. Por ai e uli kokën. Nuk foli, heshti. Pastaj më tha fjalë që më shkatëroi, por rrezikoj familjen, por rrezikoj gjithçka, nuk dua t'i humbas. Edhe iku. Më la ulur në stolin ku gjithmonë uleshim bashk. E lash që të ikte, por zemra ime nuk e pranoi. Pastaj ndodhi ajo që nuk e haroj kur. Ndërsa largohej, u kthye një herë të fundit edhe më tha: "Të dua, por nuk mundem." Aty lotët e mi shpërthyen, e ajo pyetje më vret edhe sot. Si mund të duash dikë edhe të mos e zgjedhësh? Pas ndarjes koha humbi kuptimin. Unë shkoja në punë, por ai nuk ishte aty. Haja, por nuk e shijoja. Flija, por nuk pushonte zemra ime. Çdo kafe që shërbeja më kujtonte të tijen. Çdo këngë në kafe më kujtonte zërin e tij. Çdo klient me sy kafe më dukej si ai. Unë shkruaja, ai nuk kthente përgjigje. Unë qaja, ai nuk e dinte. Unë lutesh, ai dorëzohej çdo ditë më shumë. Ai kishte humbur. Realisht më kishte humbur mua, por më keq akoma kishte humbur edhe veten. Familja e tij fitoi, por në fakt humba vetëm unë. Sepse ai ka shtëpinë e tij, ka familjen e tij, ka rregullat e tyre, dhe unë mbeta me një zemër të coptuar dhe me një histori që nuk e haroj dot. Një ditë, duke parë veten pasqyrë me sy të skuqur nga të qarat, e pyeta veten: "Mos vallë jam unë faj?" Dhe përgjigja ishte jo. Unë punoj me nder, unë dua me shpirt, unë sakrifikoj dhe unë jam e sinqert. Gabimi nuk është tek unë. Gabimi ishte tek një familje që jetonte me paragjykime. Tek një mendësi e vjetër që nuk pranon vajzë që punon. Tek frika, tek presioni, tek mendimet e botës. Dhe mësova diçka. Ata nuk donin të më njihnin, nuk donin të dinin kush jam, donin vetëm të më gjykonin, por sot unë e them me zë të fortë. Askush nuk ka të drejtë të vendosë për dashurinë time. As prindërit e tij, as shoqëria dhe as paragjykimet. Nëse ti punon në një kafe, mos u ndjej inferiore. Nëse ti punon çdo ditë me djers, je më e vlefshme se shumë që shajnë nga koltuku. Nëse ti ke humbur një dashuri për shkak të mentalitetit, mos haro.
Dashuria që ndahet nga presioni nuk është e humbur prej teje, por prej atij që pati forcën të luftonte dhe nuk luftoi. Unë nuk jam ajo vajza që qante atë ditë, sot jam një grua që ka kaluar shi, stuhi dhe ende qëndron në këmbë të veta. Dashuria e vërtet nuk të braktis, nuk të fsheh, nuk të dorëzon, nuk të le vetëm në fjalë të botës. Dikush tjetër, diku në këtë botë do të doj pa kushte, pa paragjykime dhe pa frikë. Deri atëherë, më lejoni t'ju them, lotët e mi nuk ndalen, por as forca ime nuk ndalet. Këto janë fjalët e kësaj vajze, e cila me lot në sy ka folë për jetën e saj. Unë dua të përçoj një mesazh si fund. Mos i shkatroni dashurit, mos i paragjykoni vajzat. Çdo punë e ka nderin e saj, çdo punë e ka vlerën e saj. Le ta ruajmë punën ashtu siç e meriton të ruhet. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe për të dëgjuar historitë e radhës.